Nëse vuani nga kjo sëmundje, bëni kujdes kur hani qershi. Qershitë përmbajnë shumë vitaminë C dhe beta-karoten, vitamina B6 dhe K, acid folik, minerale, kalium, hekur, bakër, mangan. Frutat më të errta janë më të shëndetshme sepse kanë një përqendrim më të lartë të antokjanin dhe kanë një efekt më të madh antianemik. Ato përmbajnë melatonin dhe ndihmojnë në relaksim. Para se t'i konsumoni, duhet t'i lani mirë me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale do të ishte një tas qershi në ditë, ndërkohë që sasitë më të mëdha munden që të shkaktojnë probleme me tretjen. Ndaj personat të cilët tashmë kanë probleme me të, duhet të kenë kujdes se sa qershi zgjedhin që të hanë brenda një dite. Sipas ekspertëve MNZ të momentit rekomandohet që ju të hani vetëm një grush qershi në ditë.